Atë që kërkonin të arrinin ukrainasit në fillim të qershorit kur bën sulmin në Kursk, pothuajse kanë arritur tashmë. Pra, arsyeja pse janë dalur përparimet në Pokrovsk dhe në Toretsk është sepse rusët janë detyruar të rreqin një sasi forcash speciale, të cilat i kanë përdorur për ofensivën e tyre në Kursk. Një ofensivë e cila nuk ka lidhje me këtë ndërprerje në informacionit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi është një operacion i përgatitur shumë kohë më përpara dhe i nisur më përpara. Dakor, thjesht ka një gjë ama sepse për shembull, siç e patë ndërkallje, intensifikimi i bombardimeve ruse. Ajo vjen për shkak të kësaj, intensifikimi. Absolutisht, por operacioni në Kursk është tjetër gjë. Nuk lidhin dot me radar armët kundërore. Ajo po, kjo në Kursk është tjetër gjë. Je shumë mirë bëre që Serova, po unë Serova pozicionin. Jo, dakor. Po, okay. Dhe për këtë arsye janë dalur edhe në pjesën e Donetskut, pra se ka largim të forcave speciale ruse në drejtim të Kurskut për të marrë Kurskun. Që jam dakord me atë që thotë Ledioni që në Kursk punë javësh, ndoshta maksimumi 2 muaj, megjithatë ka pasur probleme të mëdha, kanë filluar dezertimet, kanë filluar marrëveshjet midis njësive të ndryshme ukrainase dhe forcave ruse, secila prej saj vetëm për arsye se tashmë forcat ukrainase atje janë mbetur të abandonuara nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase, pasi nuk ka asnjë mundësi që t'i krijojë atyre mundësinë e tërheqjes dhe as që t'i çojë furnizime.